Shikues të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio pas se distrojnë lajmeve të mëngjesit. Ora po shënon 7:46 minuta dhe në minutat në vazhdim ne zhvillojmë rubrikën Yoga me Rondinellën. E theksova edhe më herët që do të kemi tema të shumta të cilat do t'i diskutojmë dhe fokusi sot në fakt sa i përket kësaj bisede do të jetë tek yoga dhe gratë shtatzëna. A mundën me apliku yoga, me praktiku në fakt, apo poza të ndryshme, apo vetëm teknika të frymarrjes, a e letëson kjo shtatzanin gjatë 9 muajve, apo e letëson edhe procesin e lindjes? Krejt këto detaje do t'i kuptojmë tash bashkë me Rondinellën që e kemi në studio. Mirëmëngjes, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes Agnesa, mirë se ju gjej përsëri këtë premte. Kënaqësi është çdo herë, edhe çdo herë tema të cilat patjetër nevojitën edhe na hy në punë. Fillimisht edhe mua këto, pikërisht. U inspirova prej gjaljes tënde. A mundemi gratë shtatzëna me praktiku jogën? A ka dikush që ndoshta s'mundet ose a mundemi me i bo krejt pozat që qëndrojmë këto? Sepse kam frikë me bo aktivitet fizik. Pikërisht. Në fakt, yoga është shtatzania, mas pari o periudha ma e veçantë pothuajse e jetës së një gruaje, po që përcjellet përveç gëzimit e lumturisë edhe me ndonjëherë me episodet ankthit, me frikë, pasiguri, posaçërisht nënat për herë të parë gjithmonë ballafaqohen me këto dilemat se çka munden ose çka nuk munden me bo. Madje ka të tilla që mbas edhe të udhëzuara edhe nga gjyshet, nga nënat, friksohen edhe me lëviz mjaftueshëm apo me ecë le më diçka tjetër, pavarësisht që kemi shumë informata në internet se lëvizja e moderuar është e rekomanduar për gratë shtatzëna në shtatzani normalisht të shëndetshme. Edhe kur në konsulta? Çdo herë në konsult me mjekun gjithmonë. Edhe madje shumë institucionet të ginekologjisë edhe të obstetrisë, pra edhe konkretisht Kolegji Amerikan i obstetrisë dhe ginekologjisë rekomandon 150 minuta në javë aktivitet të moderuar fizik, edhe lëvizje e moderuar. E yoga është një prej formave më të sigurta edhe më të buta, më të përshtatshme për të përmbush këtë kriter për një shtatzani të shëndetshme, posaçërisht yoga që quhet yoga prenatale, është yoga që i dedikohet saktësisht shtatzanisë, edhe është një formë e butë e jogës, e përshtatur për trupin e grave shtatzëna, ku bëhen lëvizje të buta, të ngadalshme, por që gjithashtu munden edhe me i forcu muskujt, deri në një masë të moderuar, edhe gjithashtu përfshin natyrisht shumë teknika të frymarrjes edhe të relaksimit. Prandaj, yoga është diçka që në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga mjeku, pra gjithmonë në konsultim me mjekun mund të praktikohet e sigurt gjatë shtatzanisë. Mundon krejt pozat apo ka diçka që nuk lejohet? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Ka mjaft poza të cilat nuk janë të përshtatshme për shtatzanin, të gjitha pozat të cilat vendosin presion mbi bark, për drevjet e thella, për kuljet e thella, pastaj poza që janë qëndrimet përmbës, si që është qëndrimi në kokë ose qëndrimi në duar, madje edhe të këto që janë më të avancuar dhe që kanë praktikuar më herët yoga nuk rekomandohen. Gjithashtu janë edhe disa lloj frymarrjesh të cilat nuk rekomandohen, frymarrje të cilat e ndezin zjarrin e brendshëm, siç e quajmë ne në yoga me përdor terminologjinë e jogës, në përgjithësi që e ngrohin trupin, frymarrjet më intenzive, ato nuk janë të përshtatshme për një gru shtatzane në yoga, natyrisht gjithmonë në rrezikun e tyre edhe ato të cilat e praktikojnë jogën për një kohë më të gjatë, mirë po është një rregull sigurie që këto nuk preferohen. Janë disa teknika tjera të frymarrjes, të cilat rekomandohen në shtatzani, që janë kryesisht për balansim të sistemit nervor, për qetësim, për qartësim të fokusit, faktikisht në prehje të fokusit, edhe përmirësim të tij, për gjendje të humb pak fokus edhe kujtesa është të mëshme të shtatzani. Është e vërtet, e me krejt këto ndihmojnë teknikat e frymarrjes, tashmë i përmend disa është për shembull anulom vilom, është një lloj frymarrjes ku merret fryma një herë prej njërës anë të hundës, pastaj prej anës tjetër, muj edhe me demonstru shumë shkurt, pra me gishtin e madh të dorës së majt, e mbyllim vrimën e djathtë edhe marrim frym nga ana e majt, nga vrima e majt, sa
po të marim për 3-4 sekonda, e mbyllim të majtën, e lirojmë ka hedjatha për të njëjtën kohë. Pastaj e marim ka hedjatha për të njëjtën kohë, e mbyllim të djathën, e lirojmë ka majta. Kjo është një prej frymarjeve shumë të thjeshta, natyrisht ekzistojnë edhe mandej pozicione caktume të durve, po unë e thjeshtova krejtësisht, sa për me mujt me demonstru këto dhe me qene kuptushme. Kjo është balansuse, njëjt e qetson sistemin nervor, mandej është frymarja, e quajmë frymarja e bletës, bramari, quhet në sanskrit, në gjuhën e jogës. Ajo bëhet ashtu që e mbyllim gojën, natyrisht, marim frym përmes hundës dhe në lirim të frymarjes e bëjmë tingullin, edhe kjo tingullon si kur zukatja e bletës. E ky vibrim që krijohet prej tingullit më, kur e shqiptojmë me gojën e mbyllur, e aktivizon nervin vagus, i cili mandej e aktivizon sistemin nervor parasimpatik edhe bjen deri te një gjendje relaksi, mbrena një kohë shumë të shkurtër. Kjo frymarje mundet edhe me vesht e mbyllur me u praktiku, por në shtatzani mundet edhe pa u mbyll vesht për mos me rrit shumë presionin, po saqërisht në fillim. Pra ka disa lloj frymarje zhvarësisht se çka na nevojitet. Një frymarje tjetër, ujaj, që quhet frymarja fitimtare, victorious breath, ashtu e ka emrin, është një frymarje që gjithashtu merret fryma dhe lirohet gjithmonë përmes hundës, mirë po merret dhe lirohet duke e shtrëngu fytin. E shtrëngojmë pjesën e prapme të fytit, e konstriktojmë pak, edhe marrim frym dhe kur e lirojmë, e ndjejmë një tingull. Kjo e relakson gjithashtu trupin, po edhe shumë e mprej fokusin, edhe është një frymarje e cila edhe gjithashtu e rrit kapacitetin respirator. Është një frymarje e cila ndihmon shumë gjatë procesit të lindjes. Po, për shkak se shpesh herë thonë që të koncentrohemi te frymarja për gjatë procesit të lindjes. Mundet me qenë për dikë më e lehtë, ndoshta të koncentrohet aty, për dikë nuk mundet të jetë në menaxhem ndoshta të trupit. Është shumë e vërtetë. Që është gjë që ndodh, po qysh e lehtëson? Po saqërisht ata të cilët nuk janë mësuar me u lidh me trupin e vet, me kohë, nuk e dëgjojnë, e shtyjnë trupin krejt kohën, e kanë shumë të vështirë me u lidh me trupin tash në atë moment kur veç vjen procesi, kur veç vjen momenti për lindjen. Edhe prandaj kjo frymarja ujai është shumë e nevojshme edhe raportohet që është shumë e suksesshme në menaxhimin e procesit lindjes, në menaxhimin e kontraksioneve faktikisht të lindjes. Kjo është mënyra se si e lehtëson procesin e lindjes. Edhe në përgjithësi studimet raportojnë për lehtësim edhe shkurtim të periudhës së lindjes nga gratë që praktikojnë yoga gjatë shtatzanit. Pra e lehtëson edhe e shkurton procesin e lindjes. Me qenë se janë më shumë në kontroll të trupit vet edhe e menaxhojnë. Po. E çka në qoftë se nuk kemi praktikuar yoga më herët ose nuk jemi shumë fort aktive edhe para shtatzanis, pastaj në shtatzani a mund të ndryshojmë edhe a mund të fillojmë yoga? Po shumë gra faktikisht fillojnë me yoga pikërisht në shtatzani, prej nevojës për me gjetë paqen, qetësim, për mu ballafaqu me frikën, me ankthin edhe me menaxhu ato. Edhe po, mirë po fillohet dikund pas muajit të 4, kalohet trimestri i parë, kur shtatzania konsiderohet tërësisht stabile, e shëndetshme dhe pastaj fillohet natyrisht ata që praktikojnë më herët nuk e ndalin, mirë po edhe ato që asnjëherë nuk kanë praktikuar, gjithmonë me lejen e mjekut mundën me fillu me praktiku prej muajit të 4 edhe tutje, mandej ndryshojnë pak pozat, varësisht prej gjendjes në cilën është trupi. Një diçka shumë e rëndësishme me u përmendni prej benefiteve fizike të jogës është se përmirëson balansin. E kjo është shumë e rëndësishme në shtatzani, me që trupi teksa ndryshon edhe qendra e gravitetit i ndryshon, sepse barku fillon me u rrit edhe automatikisht vendoset qendra e gravitetit. Edhe mundet me ndodhë gratë shtatzane janë më të priruna me udhëzu, me u marrë mend, për shkak që qendra e ekuilibrit ndryshon pak. Ndihmon kjo edhe në balans. Po saqërisht me balansin. Saqërisht me balansin. Po, jo, desha them që gratë ja dalin, a? Ja dalin. Ja dalin edhe janë torta me qënë se edhe jemi në prag të 8 marsit, e prandaj edhe. Gratë në fakt për mendimin tim, kjo është tash mendimi personal që nuk ka të bëj fare edhe me që jemi edhe në prag të 8 marsit, më mendoj se nuk ka krijesa më të forta se sa gratë. Edhe duhet gjithmonë ta vlerësojmë edhe ta
ta potencojmë edhe ta përdorim këtë forcën tonë, po jo ta përdorim për ta shtyr vetën, po ta përdorim për ta vlerësu vetën, para së gjithash, për ta respektu vetën, për të qenë të kënaqura me ato që i kemi, sepse brenda secilës prej nesh ekziston një forcë e pa matshme dhe e pa paramentueshme. E vlerëson edhe më tepër këtë gjë me të 8-in, do thot me 8 mars edhe qysh zakonisht shkon një ditë, nuk besoj, nuk e din nëse mbahen seanca edhe të dielën apo jo. Jo, unë nuk e mbaj shtuneve djeleve, faktikisht prej të premtës deri dielën nuk mbaj seanca me grupe, sepse i kam të rezervuar ato ditë për familjen, për veten, edhe si mësuesi jogës gjithmonë duhesh me u kujdes edhe për veten, me marrë kohën për me u rikuperu prej aktivitetit gjatë javës, edhe une me që e kam në dorë, e kam fleksibilitetin, sepse e udhëheq vetë punën time, kam zgjedhur që të punoj 4 ditë të javës, edhe 3 ditë pushoj, por natyrisht kjo nuk do të thotë se nuk praktikoj për veten. Kështu që për vete praktikoj çdo ditë, jo gjithmonë aktivitet fizik, mirë po me frymarrje, me teknika të mindfulness çdo ditë. Varësisht çfarë dite e ki edhe çfarë dite kam, do një ditë kërkon ma shumë aktivitet fizik, është e tillë vetë dita dhe disponimi ynë, do një ditë kërkon veç disa zgjatje në cilat mundesh me ndajtë edhe 10-15 minuta, dhe në fakt unë këto i kom të preferumet. Edhe shumë mirë edhe u lidh me trupin, prandaj edhe dua dal aty që në 8 mars të paktën ta praktikojmë, të lidhemi pak me veten, ta qetësojmë, bëjmë relaks, disa minuta për vete gratë marrin, edhe pastaj vazhdojnë tutje me ditën. Zakonisht gratë festojnë për 8 mars, dalin, rregullohen, vishën edhe dalin me festu. Le ta marrim pak kohë prej kësaj, një 10 minutë për disa frymarrje të thella, për një reflektim për atë se sa të vlefshme janë. Vërtet. Rondinen, faleminderit shumë për kohën, edhe faleminderit për krejt informatat cilat i kënë do me ne. Herës tjetër kur të praktikojmë për Gratë Shazana, vijo në studio. Po, pikrisht. Kjo është ajo që edhe unë e kisha pas dëshirë. Faleminderit, Agnesa. Faleminderit shumë kënaqësi po ashtu.